Përshëndetje për gjithë ju të cilët në këto momente po ndiqni emisionin Picikate. Unë në Tetov jam bërësi e shtëpis me qenë se regullisht po e vizitoj Tetovën. Mirë po kësaj rada kam ardhur për një qëllim ndryshe. Pra si po shihni jam te konsulentët tanë të parfumerisë Shaci. Nuk është kjo zakonisht se herave tjera kur vim që ti prezantojmë parfumet e reja, ofertat e ndryshme, mirë po kemi ardhur për një qëllim tjetër shumë të rëndësishëm. Ata pra të mërkurën festojnë 22 vjetorin e ekzistencës së tyre. E pikërisht për këtë rast ne kemi sjellë edhe një befasi shumë të këndshme për gjithë ju. Për më tepër, unë dua t'ju zbuloj gjithë juve të cilët ndoshta jeni konsumator, të cilët dëshironi që të vini dhe të bleni, ka 22% nga të gjithë artikujt, ka 32% për artikujt të caktuar, si dhe 60% për disa artikuj tjerë, pra është 60% lirim ku besoj se çmimet do të jenë shumë të ulta. Për më tepër unë juftoj që të vini me mua dhe të zbulojmë së bashku befasin, të cilën e sjellim vetëm për gjithë ju, pra tek Shaci në Tetov. Pra të dashur miq, befasia fillon pikërisht tani, mysafirja e cila ka ardhur pikërisht për 22 vjetorin, e cila njëkohësisht është edhe kliente e rregullt e Shacit, bëhet fjalë pikërisht për seks bombën e estradës sonë, si dhe femra e cila na bën krenare gjithë neve shkupianave, bëhet fjalë për Tuna Seidi. Përshëndetje Tuna. Përshëndetje Flora, faleminderit shumë. Vetëm të tregos si po ballafashohesh me nxehtin, meqense se ti gjithmonë e bën nxehtë, si po e balancon këtë kohë të nxehtë? Sinqerisht e kam shumë vështirë po i përballoj këto klima dhe jeni të vetmit të cilët gjatë këtë muaj, domethënë muajin qershor, më keni nxjerrë prej shtëpisë, zakonisht këtë periudhë ditës jam jo funksionale. Tek mas 6:30 zyrtarisht funksionoj për me kry ndonjë punë. Kështu që besoj që tash kanë me qenë shumë i dënueshëm shoqet e mia dhe krejt miq të cilët gjatë ditës më ftojnë shpesh në kafe dhe koktejlla të relaksueshëm. Po ftesat e juaja janë gjithmonë të mirëseardhura dhe te ona dhe kështu që s'më refuzo. Derit ne ndjehemi të respektuar në këtë rast. Tuna, projekti më i fundit është edhe videoklipi që pritet të dalë së shpejti. Ti ke postuar vetëm, domethënë, trailerin e këtij klipi, bëhet fjalë për këngën e shumë pritur dhe të shumë përfolur. I asaj u dha shumë spekulime, mirë po si të qoftë Tuna nuk dha ndoshta shkak për të vazhduar këtë temp. Trego Tuna që sa kohë, domethënë edhe sa kohë pritet që të dalë klipi, edhe pse në këtë klip dukesh vërtet wow, nuk di çfarë të them. Faleminderit. Po mendoj që ndoshta më shumë rëndësi është dashur të jepet krejt kësaj punës të albumit që po e bëj, cilën e kam paralajmëruar, klipit këngës tre, kënga e asaj është një prej këngëve cilat i përmban ky album, ndoshta edhe paralajmëruese për albumin. Unë edhe një herë për gjithë ato kurioz sa i përket kësaj po ju tregoj që edhe kënga e asaj nuk është këngë e cila është shkruar nga unë, mbrapa kësaj qëndron Vigan Bardhi, grupit Chaos, i cili na përshëndes dhe falenderoj shumë për këtë tekst, i cili gjithmonë po më bën këto probleme me media, sepse edhe për këngën e kaluar e para dhe e fundit kanë qenë spekulimet e njëjta. Gjithsesi nuk ka të bëj kurrë fabula nuk ka të bëj kurrë me jetën tënde private. Mirë po në album do të ketë ndoshta këngë biografike të cilat do t'ja paralajmëroj publikut, sepse e di që fansat e mi janë shumë kurioz, ndoshta të cilën nuk e kanë dëgjuar prej me vitin e fundit, ta ndëgjojnë nëpërmjet vargjeve të këngëve. Kështu që gjithsesi do ta paralajmëroj cila do të jetë kënga e shkruar nga unë, e cila ka vargje dhe rreshta biografike në ta. Po Tuna, arsyeja kryesore që u takuam sot është edhe 22 vjetori i Shacit, meqense ti je edhe kliente e rregullt e Shacit. Atëherë te pjesa më e rëndësishme do ndalemi. Që unë për një me e du shoppingun lirime shumë, po mene kush se dënë, edhe unë sot me njerë dëgjova që Shaci ka paralajmëruar lirime, kështu që me njerë rrugëzatova këtu, deri në Tetov nuk pritova, nuk është e fshirë për shoppinga e dente. Tuna, nga Flokuqi u rikthye sërish në Bjonde, jam e sigurt se gjithë fansat e tu mezi ka pritur që të shohin sërish Bjonda, meqense se kështu je vetvetja definitivisht, po si arrin që flokët i mbash aq natyral, meqense se kanë pësuar ndoshta shumë ndryshime, ngjyra, jam e sigurt. Këtë punën e ndryshimit ngjyrës e mora me shumë emocion të madh, sinqerisht edhe e bona shumë me guxim, se siç the edhe më herët flokët tona po pësojnë gjithçka. Mirë po reagimi njerëzve është, wow, definitivisht Tuna du të më mbet Bjonde, se ndoshta edhe arsyeja është që prej fillimeve të mia më kanë njoftë
jam paraqit si bjonde dhe ndoshta është kjo pse ma shumë janë të lidhura me mu me këtë ngjyrë. Gjithsesi, arsyeja pse i bona bjonde, pse shkova në kaq ekstrem është puna e reklamës që u bë për brandin, për Patosin, për çipsat Patos, të cilët kishe një kërkesë që t'jem bjonde për këtë reklamë. Që edhe pak jam bjonde, deri në gusht, prej gushtit një surprizë shumë e madhe për ju, tuna tuace! Përveç jetës profesionale, pak futëm e jetë private, si po ecën? Po t'regoj, nuk ka jetë private, bukvalisht jam shumë e sinqert. Për këtë fansat, nuk kam jetë private, di që është shumë zhgënjyse, është edhe për mu zhgënjyse, se sinqerisht mungon të njerë t'kem do dhije dhe të funksionoj shumë normal si shumica prej juve. Kohëve të fundit bukvalisht jem kaq shumë e përkushtuar sa që nuk po e shoh hapësirën, e di që nuk është arsye tim as pak, por ndoshta edhe nuk jam e gatshme për mu fut, nëse e ke për ndonjë lidhje apo çka do qoftë, se po e shalova nga shënimi i bluzës. Nuk është e vërtetë. Vete komplet. Donk, unë jam Tuna dhe ju po ndiqni Pizzicaton, emisionin tim të preferuar. Ju dua shumë. Ciao. Ne kaluam një pasdite shumë të këndshme me Tunën në Tetov edhe kuptohet në fund nga Shaci ajo bëri përzgjedhjen e saj të cilën e mori si dhuratë.